Kryetarja AKS Ramush Haradinaj ka vazhduar me kritika ndaj pushtetit të Kurtit. Ata që janë përgjegjës për qeverinë, ministritë dhe agjencitë buxhetore nuk marrin përgjegjësitë dhe tallen me sektorin më vital të shtetit, policinë, ushtërinë. Përpos që u mohojnë pakat e dinjitetshme, i lënë të përjashtuar nga kompenzimet për orët shtesë e ndërrimit të natës. Siguria në vend e brisht dhe e luajshme sikur është këto vite, e vën në rrezik nga veprimet e pakoordinuara. Përpos që ka destabilizuar çdo raport të ndërtuar me partnerët tanë të sigurisë, po vën në rrezik edhe mirëqenien e përditshme të njerëzit me uniformë të Kosovës. Çmimet e rritura, faturat e fryera dhe pagat e njëjta ja po mundsojnë punën e dinjitetshme secilit, e sidomos këtyre kategorive që vën në rrezik jetën e tyre. Prandaj dhe dëgjojmë çdo ditë që polici e ushtari po largohen nga detyrat e tyre fisnike për të siguruar mirëqenien familjare. Kjo katandisje vlerash është kryekput rezultat i një qeverie që do të mbahet mend për dëmin më të madh që i është bërë Kosovës së pas luftës.